Përshëndetje miq, edhe një herë dua që të marr vetëm një moment që t'ju tregoj një hadith shumë interesant që po lexoja dhe thjesht dua ta di mendimin tuaj se çka mendoni vërtet për këtë dhe nëse mendoni se është ashtu siç ky hadith na thot. Ky hadith vjen nga Sahih Buhariu, pra është hadith i vërtet me numër 3320, libri 59 ose hadithi 126. Edhe ky hadith thot shiqeni, transmeton Ebi Hurejra, profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: nëse ndonjërit prej jush i bie një mizë në pije, ai duhet ta zhyt atë në pije dhe ta nxjerrë jashtë, sepse njëri krah i saj ka smundje dhe tjetri ka ilaçin për sëmundjen. Pra, sipas Muhamedit këtu, nëse ti në një mëngjes je duke pirë kafen tënde apo çajin tënd, çka do që t'jetë, edhe një mizë rastësisht të bjen ty në kafe, në pije, mos e derdh kafen, mos i thuaj kamarierit, mos sjell një tjetër sepse kjo kështu ndodhi. Mos e hodh jashtë, sepse ajo mizë është shumë e çmuar, shumë e rëndësishme. Ka ilaç shërimi në një krah, edhe ka sëmundje në krahun tjetër. Interesant. Tash dua që disa nga muslimanët thjesht na tregojnë se çka ata, nëse ata kanë bërë këtë ndonjëherë, nëse ata e ndjekin shembullin e Muhamedit në këtë gjë. Edhe na tregojnë se a është kjo shkencëtarisht e vërtetë. Muslimanët vazhdimisht na thonë që Kurani, Islami vërtetohen edhe nga shkenca, shkojnë si them përputhen me shkencën, kështu që a është kjo e vërtetë shkencëtarisht? A është e vërtetë se një mizë ka në një krah ilaç shërimi dhe në një krah sëmundje? Çka mendoni ju? Çka mendoni ju për këtë hadith? Na tregoni ju lutem. Është vërtet, është mirë që hadithet janë përkthyer tash, sepse shumica prej nesh nuk flasim gjuhën arabe. Është shumë mirë që janë përkthyer edhe mund t'i lexojmë falas në internet, mund t'i blejmë librat. Kështu që këto gjëra janë diçka që unë kur nuk e kisha lexuar, edhe udhëhecit e xhamisë në xhamin time kurs nuk na kanë treguar gjëra të tilla, kështu që është mirë që tash po përkthejnë edhe mund t'i lexojmë vetë. Shumë interesant. Ju falemnderit, dhe Zoti ju bekoft, pres nga muslimanët ndonjë përgjigje që t'na tregojnë se nëse kjo është vërtet ashtu siç na thuhet. Falemnderit.